Tre elementet përcaktues për cilësinë e vajit në degustim janë aroma, thjeshtia dhe pikantja, apo një djegësiri themi ne në gjuhën popullore. Hidhet vaj dhe dhihet ky kapaku i xhamit, që në mënyrë që të mos dalin aromat jashtë. Goda mbahet në këtë formë, një pëllëm e dorës ri poshtë dhe një lart. Tani që të nxehet vaj tamam, duhet lëvizur goda e dora. Dhe në këtë mënyrë gjatë fërkimit krijohet një nxehje lehtë, dhe kjo bëhet derisa të ndihesh një zjarr të vogël te pëllëma e dorës. Duhet të kuptojmë nëse kemi të bëjmë me një vaj premium, duhet edhe të hapim, ta shijojmë dhe duhet të ndjejmë dy elemente, hidhërim te pjesa e gjuhës dhe djegësiren ose atë pikante mbasi vaji pije. Pra, po su bën këto tre elemente, nuk keni një vaj të çon. Jemi me fat që kemi këto ulishte, janë disa varitete autoktone, por unë do veçoja varitetin Kalignot. Me këtë varitet kemi arritur të fitojmë edhe 3 medalje ajri këtë vit, një në Itali, që është ndër konkurset më të rëndësishme për vajrat organik, një në Dubai edhe një në Amerikë, që është nga më të mëdhenj në botë. Ju i bëni degustimin. Po, është i njëjti proces. Një mënyrë, pra, njëjtin proces që bën bashkë, e kryejmë dhe me çdo turist. Po. Duhet provoj 3 vajra, një vaj premium, një vaj të mirë dhe një vaj jo të mirë. Dhe aty pastaj ai bën dallimin çfarë diferencë ka midis vajrave. Vitet e fundit ne po bëjmë kontrata me fermerë që kanë sasi të mëdha të ullinjve dhe nëpërmjet tyre ne garantojmë edhe prodhimin që ne na duhet për të shitur. Tani ta përgatisim pak në mënyrën tradicionale, vazhdo vetë tani.